Fatkeqësia më e madhe e banorëve të zjarrit do të jetë që ata nuk do të vdesin aty kurrë. I dërguari Allahut alayhi salam në një hadith autentik ka thënë: zjarri juaj që ndizni është vetëm një pjesë nga 70 pjesë të zjarrit të xhehenemit. Sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i thanë: o i dërguari Allahut, ai zjarri i kësaj bote është i mjaftueshëm? I dërguari Allahut alayhi salam e tha: ai zjarri i xhehenemit është 69 herë më i fortë se cila pjesë është sikur ky zjarr. Do të hidhen njerëzit në xhehenem dhe ai do të thotë: a ka më? Derisa Zoti i madhëruar të vendosë këmbën e tij mbi të, dhe ai do t'i thotë: mjafton, mjafton. Njeriu me dënimin më të lehtë në xhehenem është ai që do t'i vendosën 2 copa zjarri në këmbë, nga të cilat do t'i vlojë truri. Allahu i lartë madhëruar tregon në Kur'an se lënda djegëse e xhehenemit do të jenë njerëzit dhe gurët. Allahu na ruaj. Për një periudhë të vogël mashtruese të kësaj bote, nuk ja vlen ta humbasësh përjetësinë e mirësive të xhenetit dhe të mbetësh në vojtjet e përjetshme të xhehenemit.